Okej, po më thoni që ka problem me nga peshorja në vazhdim me shenjat, kështu që po ua het edhe një herë. Më vjen shumë keq, nuk e di se si ndodhin këto, po hajde, mund dhe teknologjia. Pra, ë ja ku jemi me peshoren. Atëherë për sa i përket këtij muaji, vlen e njëjta gjë për ju që thash edhe për dashin, e njëjta gjë që thash edhe për gaforen, e njëjta gjë do them edhe për bricjapin. Domethënë, pjesa më e madhe e muajit derisa të mbrim në datën 20, le të themi që ka peripecit e veta, dallohen disa data, do të kam dalluar disa data, siç janë data 22, data 24 dhe 28 si datat më të favorshme për ju. Mirë po, ku do keni më tepër kujdes gjatë këtij muaji ose ku do përpiqeni më tepër për të arritur ato qëllimet tuaja, objektivat tuaja, por do shikoni që nuk do jetë aq e lehtë. ë Pra, fushat në cilat do të jeni më tepër të trysnuar, do të jenë karriera, marrëdhëniet tuaja të përgjithshme, domethënë marrëdhëniet në çift, marrëdhëniet si bashkëpunime, çështje ligjore, çështje me natyrë notariale, domethënë çfarëdo lloj shkresi që ka një natyrë notariale, një çështje divorci nëse doni ta çoni përpara që nuk po ecën ashtu siç duhet sepse ndoshta pala tjetër është duke ndërhyrë në një mënyrë arbitrale dhe po ju prish punë, ndoshta ju nuk jeni duke u sjell ashtu siç duhet me persona të rëndësishëm të jetës tuaj, kujdes mos ngatëroni marrëdhëniet tuaja, mos ngatëroni njohjet e reja me ato ekzistuese, domethënë aty mund të bëheni vërtet lëmsh dhe mund të shkaktoni dëme të mëdha. Duhet të kuptoni një gjë, fakti që Neptuni është në shenjën e Dashit, ajo çka shkakton është ëndërime, okay? Domethënë çfarëdo gjë që është një ëndër, çfarëdo gjë që është një iluzion, okay? Kjo është fjala e dur. Dhe ky iluzion mund t'u nxjerrë nga trajektoria juaj, duke ju krijuar pikërisht ato problemesh sikurse ju thash. Kështu që do kujdes. Nga ana tjetër Saturni thotë ore stop, ndalo, kujdes, qetësou, mos ndito, shikoj me prioritet gjërat e tua, gjë që nuk po e bëni. Sigurisht që kjo situatë do zgjasë muaj, nuk është se mbaron vetëm brenda këtij muaji. Ky muaj ju sinjalizon, ju thotë shikoj se diçka gabim po e bën. Dhe un po ju them se ku. Gjithashtu nuk favorizon investimet. Do kujdes me investimet, do kujdes mos ju marri koka ajër, mund të keni ide shumë të bukura realizimi, mund t'ju bëjnë oferta propozime shumë të rëndësishme, por jo të gjitha i besojmë. Se të thotë tjetri lëre këtë dhe hajde me mua, ta zëm, ë? Banale komplet kjo që mora si shembull, por që është konkrete. Të thotë lëre këtë person, jam unë më i mirë, beso tek unë, ti e bën dhe çfarë pëson, pëson dëme të mëdha. Ose lëre këtë bashkëpunim, unë jam më i mirë, ja dal më mirë, ose gënjeshtra, mashtrime, manipulime. Kujdes me këto gjëra pra gjatë gjithë muajit. Do shumë shumë kujdes sepse me të vërtetë do e pusoni keq, kot nuk po ju a them. Pra është thjesht para lajmërim, nëse e doni dhe të thënë kështu. Pastaj pse është e mirë data 22 sepse favorizon data 22. Favorizon data 22 në çështje që kanë lidhje me të kaluarën, me çështje që kanë lidhje me situata që duhen zgjidhur, që do të rishikoni edhe një herë, me çështje që s'kan mbaruar ende dhe që kanë lidhje edhe me martesën tuaj, kanë lidhje edhe me çështje ligjore gjyqësore ose me shtetin si shtet, kanë lidhje edhe me kontrata të rëndësishme, kanë lidhje edhe me karrierën tuaj. Domethënë këtu vjen me të vërtet një mundësi të cilën mund ta realizoni duke e shfrytëzuar, por duke qenë se data 22 jep nga një ranë, po cungon nga ana tjetër, kjo bëhet përsëri 50-50. Domethënë kushdo i cili është vigjilent, kushdo i cili e kap momentin, kushdo i cili e nuhat rrezikun, fiton. Okej, dhe bën diferencën, domethënë arrin të shkojë atje ku duhet të shkojë, sidomos me çështje karriere dhe çështje bashkëpunimesh të rëndësishme, kontratash të rëndësishme, ligjore të rëndësishme e me radhë. Domethënë kjo gjë favorizon. Nga ana tjetër ama ke Saturnin që të privon dhe të thotë që ai bëj kujdes, jo të gjithë do marrin vetëm ata që janë të kujdesshëm, sikurse po them. Data 24 pastaj është një datë e cila përsëri favorizon çështje që kanë lidhje me karrierën. Përsëri vlen e njëjta gjë, karrierën, martesën, përsëri çështje që lidhen me autoritetin, me shtetin, kush ka pas probleme në çështje të tilla, mund të gjejë zgjidhje. Dhe madje janë zgjidhje që vijnë tek kështu me anë të ndihmës, të suportit, të fatit, nëse e doni dhe kështu të thënë. Pra, për ju që po përpiqeni fort dhe po mundoheni që diçka të arrini në lidhje me karrierën tuaj, sidomos, data 24 duket se ju shkon shumë 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 mirë dhe mund të shkëlqeni aty. Mund të shkëlqeni me një ide ose me një mundësi që do ju ofrohet.
Data 28 pastaj ju ndihmon përsëri u sjell individ të rëndësishëm në jetën tuaj, persona të fuqishëm, të cilët mund ta kthejnë ëndrrën tuaj në realitet. Ktu vjen re bashkëpunime shumë të rëndësishme me bashkëpunime dhe marrëveshje të rëndësishme me individ të rëndësishëm, të cilët masikisht dhe ëndër, domethënë masikisht ëndër të um, bashkëpunonit me individ të caktuar ose individ të caktuar ju japin mundësinë të bëni pjesë e një grupimi të caktuar, të dëgjohet zëri juaj më tej, të aktivizoheni, pse jo të bëheni dhe aktivista, nuk është dhe çudi, por ju ndihmon gjithashtu dhe në vendimarrje të rëndësishme. Domethënë një bashkëtesë mund të bëhet shumë e prekshme këtu gjatë kësaj date, dhe në përgjithësi le të themi që favorizohet ndjenja, marrëdhënia e konsoliduar që mund të arrijë në një fejes bashkëtesë, dhe marrëdhëniet të rëndësishme që lidhin bashkëpunime dhe ëm, bashkëpunime në bazë edhe financiare do thosha. Kështu që nuk mund të them që ky është muaji më i mirë për të investuar apo për të menduar rreth financave tuaja. Pse? Sepse kemi atë Neptunin aty që them do ju çorientoj shumë herë. Unë do thosha nëse duhet të bëni investime, nëse duhet të investoni në diçka, bëheni me kujdes. Çfarëdo gjë që do ta bëni me kujdes do dali mirë. Këtë mbajeni mend. Tani për sa i përket dhjetëdiçit të dytë të shenjës tuaj, këtu tani këtu tani ajo çka vihet re është që data 11 kemi, në datën 11 kemi hënën e plot në shenjën e binjakëve, nuk është dashakejse kundrejt jush. Binjakët për ju janë banesa e nëntë, ka të bëjë me udhëtime, ka të bëjë me çështje ligjore, ka të bëjë me zhvillimin tuaj të intelektit tuaj, duke qenë se shiko si jeni në banesën e nëntë dhe të 11. E nënta është këndvështrimi, është botkuptimi. E 11-ta është dia e lartë, le të themi është të kuptuarit të vetes mirë pikë së pari, do me thënë keni mundësi brenda kësaj date të kuptoni se si funksiononi ju në lidhje me të tjerët, çfarë doni ju nga jeta, si kënaqeni ju me ato çka keni dhe ku mund të arrini më lart. Pra si të thuash ç'bllokoj veten time dhe arri vetien time më të lartë. Përveç kësaj, pastaj po ta kthejmë në plan praktik, personal, njerëzor, do thoshim që këtu keni mundësi të udhëtoni, pra të kryeni atë udhëtimin e jetës tuaj që më në fund doni ta bëni me se s'bën, të mbyllni çështje të cilat ju kanë trysnuar psikologjikisht dhe nuk ju kanë lejuar të keni ju kontrollin e jetës tuaj mbi jetën tuaj, të hiqni qafe individ të cilët nuk ju duhen dhe nuk ju bëjnë mirë, dhe të zvendçoni këta persona me persona shumë më dashamirës kundrejt jush, dhe fundja pse jo keni mundësinë një ëndër ta ktheni në realitet, por ama me veprimin tuaj vet ju. Mund t'ju jepet dhe okay për të qëndruar diku jashtë shtetit, për shkak nëse keni kohë që po vuani dhe po prisni të merrni dokumenta diku ku jeni dhe kjo gjë mund të realizohet në datën 11, pra si të thuash mbarojnë vuajtjet. Unë kështu dua ta interpretoj, mbarojnë vuajtjet dhe ju arrini të realizoheni pikërisht këto çështje që ju thash. Më pëlqejnë dhe këto çështje ligjore që mbyllen këtu dhe gjyqësore, dhe në përgjithësi jeta juaj merr një trajt më të prekshme, më të kthjellët, nëse më ta themi dhe kështu. Pastaj nga periudha 15 me 28, përsëri ëm në lidhje me karrierën tuaj mund të shpresoni, domethënë lajme, propozime, oferta nuk kanë për të munguar. Juve kundër nga 10 ditë që i parë jeni pak më të lirshëm të veproni dhe të kapni ato mundësi që dëshironi. Nëse ka ardhur momenti të martoheni, e ndani mendjen dhe bëhet edhe kjo gjë. Nëse keni çështje për të sqaruar në martesën tuaj, pse jo? Nëse keni gjëra për të diskutuar me prorin tuaj në lidhje me aftësitë që keni dhe se ka ardhur momenti t'u vlerësojnë edhe kjo gjë është e arritshme, domethënë keni më shumë mundësi për të lëvizur dhe për të arritur qëllimet tuaja në lidhje me karrierën, me martesën, me statusin, me imazhin tuaj publik, me çështje të tilla pra. Për sa i përket datave 17 me 20, afërdita nga shenja e Demit, edhe kjo dashamirëse kundrejt jush, ndihmon të shfrytëzoni çfarëdo gjë mund të shfrytëzoni për më shumë fitim. Domethënë kjo periudha favorizon të ardhurat, por që të ardhurat të cilat nuk vijnë nga rroga juaj, por vijnë nga investimet që bëni në një pronë që keni, me një shitje më tepër, me një duke e dhënë me qira, me një Airbnb, nuk e di gjëra të tilla domethënë, ë ose në investime të çfarëdo lloji që me sa duket sjellin fitim. Aty ku duhet të bëni kujdes është dashuria, kujdes. Kujdes të mos bëni ju shkak për të tradhtuar dikë, kujdes nga gënjeshtrat, kujdes nga mashtrimet, nga manipulimet për sa i përket dashurisë, kujdes nga marrëdhëniet toksike, por ka dhe të tjerë prej jush të cilët me të vërtet mund të gjejnë tani një dashuri të thellë, të vërtet që mund të ecë përpara. Për sa i përket madje
bëhet fjalë për ato lloj marrëdhënies që kanë edhe përfitim ekonomiko-financiar diku në mes. Për sa i përket pastaj data fundit të muajit 24 me 30, këtu rishikoni edhe një herë vlerat tuaja, shikoni se përse individ të caktuar ju vlerësojnë keq dhe jo mirë, do kuptoni se jeni ju të parë që e shisni pak veten tuaj dhe ata ju blejnë dhe për më pak akoma. Pra çdo lloj zhgënjimi që keni marrë vjen si pasojë e trajtimit që ju i keni bërë vetes tuaj, po që çon si ka, punoni me këto çështje, kuptoni se ku është gabimi juaj dhe korrigjoheni. Pra fundi muajit më pëlqen sepse ju ndihmon të vërtet zbuloni, rizbuloni, por dhe vlerësoni ju të parët veten tuaj. Dhe pastaj më pas të tjerët po dhe është një moment shumë i bukur ku avash fillojnë dhe zgjidhen dhe ngërçe ekonomiko-financiare. Gjithmonë nëse do të jeni të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, dhe kjo gjë duhet thënë. Dhe për sa i përket dhjetëdhjetit të tretë të shenjës tuaj, atëherë data 8, pra që nesër kemi një aspekt shumë të bukur midis Merkurit dhe Jupiterit nga shenja e binjakëve, ju djegit që i fundit gjithmonë, ju ndihmon juve shumë në çështje udhëtimesh të largëta, në çfarëdo lloj gjë ka lidhje me jashtëtetit, çfarëdo lloj gjë ka lidhje me çështje ligjore gjyqësore, fati ju do dhe do zgjidhen këto të gjitha në favorin tuaj, dokumenta po sigurisht që favorizohen, sidomos me jashtëtetit, financime që vijnë nga jashtë po ashtu, çështje studimore ecin shumë mirë, dhe në përgjithësi çfarëdo gjë ka të bëjë me zhvillimin tuaj intelektual dhe profesional është në rrugën më të mirë të mundshme. Por që në lidhje me një çështje ligjore gjyqësore, nesër merrni një lajm shumë të këndshëm, të kënaqshëm, po dhe me çështje pune, që çështje pune të çfarë lloji për shembull. Keni diskutuar, keni biseduar dhe po pris tani një okay që të hidhni firmën diku, apo jo, domethënë çdo gjë të kthehet në mënyrë ligjore tashmë, të bëhet ligjore. Duket se e merrni këtë lloj lajmi dhe ju gëzon kjo gjë. Për sa i përket pastaj datës 11, është përsëri veprimi i hënës së plot, edhe për ju, sidomos për ju që keni lindur në ajde shumë të atër ditët e para të dhjetëdiçit të fundit, të dhjetëdiçit tuaj, do me thënë çfarë të numërojmë këtu, datat 11, 12, 13, diku aty, tetor gjithmonë. Për ju kjo hënë e plot vlen e njëjta gjë që thash dhe për dhjetëdiçin e dytë, ndihmon të lëvizin çështje që kanë lidhje me jashtëtetit, me persona të rëndësishëm që vinë në jetën tuaj, me çështje dokumentash që lidhen me jashtëtetin, me çështje ligjore gjyqësore, me veprimin tuaj për sa i përket bëhen pjesë dhe angazhohen me lëvizje të ndryshme politike, politistike, me radhë, por që ju dalin për mirë. Imazhi juaj korrigjohet shumë, imazhi publik, do të keni shumë do të ecni mirë në rrjetet tuaja sociale, por që në përgjithësi, thash, kjo hëna e plot ka të natyrën e zgjidhjes së ngërçeve të caktuara që po për ju përkthehen qëndrime jashtë shtetit, përkthehen me ëndra të cilat tani mund të bëhen realitet edhe pse kishin ngecur për një kohë shumë të lartë, pra gjërat fillojnë të lëvizin mirë edhe për ju. Data 15 pastaj është një datë e cila tregon të paktën se duhet të bëni kujdes, nuk investoni këtu, nuk dëgjoni fjalët e tjerëve të fryra, të bukura, të hajt ta bëjmë, ta provojmë se është e madhe, është e bukur, realizohet. Jo, bëjmë kujdes. Nuk dëgjoni shoqërinë, ju merr më qafë, dëgjoni mua se çfarë ju them. Kështu që investime gjatë datës 15, 16, 17, ju lutem shumë, jo, jeni ende në ndikimin e hënës së plot dhe hëna e plot thotë që keni mundësi të realizoheni, të zhvilloheni, por me kujdes. Kështu që shumë kujdes data 15 sidomos për çështje që kanë lidhje me ëndra, me realizime të mëdha dhe sidomos me investime pastaj që do edhe më shumë kujdes akoma, nuk marrim hua, nuk japim hua. Keni parasysh këtë gjë. Për sa i përket pastaj fundit të muajit, nga data 20 deri nga fundi, po sidomos duke veçuar datën 26 ishte një datë shumë e favorshme për ju, do ju thosha gjatë kësaj date çfarëdo gjë ka lidhje me karrierën tuaj, çfarëdo gjë ka lidhje me investime të përbashkëta brenda martesës tuaj, për sa i përket eprorit tuaj, nëse mund të kërkoni diçka që ju takon, ndoshta është dhe prapambetur, keni mundësi ta merrni, pra si shpërblim e kam fjalën. Nëse pastaj si do thuash, keni dëshirë dhe ju të investoni në diçka më të madhe, atëherë edhe mund ta bëni. Domethënë jeni të lirshëm ta bëni këtë gjë, por karriera, investimet, financat në përgjithësi duket se favorizoheni në këtë pjesë, sidomos nëse keni gjërat para të cilat janë të prapambetura dhe i merrni. Kështu pra për sa i përket juve dhe më vjen shumë keq që nuk e di çfarë ndodhi me atë regjistrimin e mëparshëm, por që ja se ku jeni. Pra,
Këta ishit ju. Në rregull. Kalojmë tani tek shenja e akrepit. Okej, për sa i përket tani shenjës së akrepit, atëherë për sa i përket shenjës së akrepit, do thoshim që deri nga data 19 jemi duke bërë kujdes. Jemi duke bërë kujdes në djetë që i parë gjithmonë, jemi duke bërë kujdes në çështje që kanë lidhje me udhëtime jashtë, me punën tuaj, dorëzimin e punës tuaj në kohë, me marrëveshje të rëndësishme, me kontrata të rëndësishme, me bashkëpunime të rëndësishme, por dhe me marrëdhënie brenda familjes, brenda punës në përgjithësi, me ëndrat që keni dhe që doni të realizoni, por kujdes të siguroheni që nuk po e teproni, nuk po e tejkaloni limitin tuaj, do jeni duke përpjekur për të arritur objektivat tuaja në lidhje me jashtëtetit kur do të udhëtoj, në lidhje me studime, në lidhje me punën, sikurse thash, me marrëdhëniet tuaja të rëndësishme, me çështje brenda familjes, me një shpërngulje që doni ta bëni, me një bashkëjetesë që doni ta nisni, por që akoma momenti duket se nuk është më i favorshëm. Fillon situata të lëvizin nga data 21, 22, duke ju dhënë mundësinë që të paktën për çështje të tilla, do thosha, të mund të shpresoni pak më tepër, duke qenë më e qartë, le të themi se data 22 ju ndihmon, ju favorizon që për sa i përket realizimit të një ëndër në lidhje me punën tuaj, por që më tepër lidhet me jashtëtetin. Do thosha me një investim që vjen nga jashtëteti, me një zgjerim, ndoshta jashtëtetit, me një mundësi, punësimi që e prisni nga jashtëteti, duket se lëviz me të vërtet mirë. Çështje studimore favorizojnë gjithashtu, persona të rëndësishëm ju ndihmojnë të zgjidhni çështje ligjore, gjyqësore, që mbase ndoshta lidhen edhe me punën tuaj, por sido që jetë çështje pune, jashtëtetit, ligjore, studimore dhe përgjithsisht ëndra të cilat mund të bëhen realitet me anë të suportit që vijnë nga persona të rëndësishëm, fillojnë edhe lëvizin nga data 20 dhe kulmojnë aty nga data 22. 23 pastaj bëjmë kujdes me çështje sidomos që kanë lidhje me punën, nuk jemi tepër optimist këtu, kujdes nga ëndrat e mëdha sepse mund ta posoni, nuk do dalin ashtu sikurse i shpresoni ju, mund të ketë keq kuptime në ambientin e punës, ju mund të thoni fjalë të cilat janë më shumë nga ç'duhet, mos premtoni nga ç'duhet sepse mund të mos e mbani fjalën, të dilni pastaj gënjeshtar mashtruesa, dhe në përgjithësi mos besoni të tjerë çfarë thonë sepse nuk besoj se do e mbajnë fjalën. Tani për sa i përket datës 24 është një datë e favorshme për ju për sa i përket udhëtimeve jashtëtetit, për sa i përket studimeve, për sa i përket çështjeve ligjore, marrin drejtim këto çështje dhe ju dalin shumë për mirë, madje fati është me anën tuaj gjatë kësaj dite për të zgjidhur më së miri këto çështje dhe çështje shëndeti nëse e keni pas duket se marrin një drejtim të mirë, të kënaqshëm prej këteje në vazhdim. Pastaj data 28 është përsëri një datë shumë e mirë për ju, për sa i përket çështjeve që lidhen me karrierën dhe me banesën. Do të thosh shko çfarë vete këtu. Këtu kuptoni se çfarë është më mira për ju dhe për familjen tuaj. Çfarë i shkakton dëm ndoshta familjes tuaj dhe që ka lidhje me karrierën tuaj, por sido që të jetë, në datën 28, një çështje që ka lidhje me karrierën tuaj dhe me familjen tuaj njëkohësisht, duket se ecën përpara, ose nëse se për shembull, kishit dëshirë të ndërtonit një objekt, por ligji nuk ua lejonte ose shteti nuk ua lejonte, këtu mund t'ju jepet okay për ta bërë këtë gjë. Do të thënë në vija të përgjithshme le të themi që lajmet që do merrni në lidhje me punën, karrierën, shtëpinë, banesën, një blerje banese, një shitje banese, një bashkëjetesë nëse doni ta nisni, apo një problem që keni pas në çift, në martesën tuaj, në familjen tuaj në përgjithësi, duket se merr zgjidhje dhe gjërat ecin mirë. Domethënë muaji mbyllet mirë në vija të përgjithshme. Për sa i përket dhjetëçit të dytë, data 11 ju ndihmon të mbyllni çështjet e së kaluarës, lidhje marrëdhënie toksike, pikë së pari, që i keni parë dhe në martesën tuaj, juve që keni vuajtur nga një martesë normalisht toksike, ju jepet mundësia që ta mbyllni këtu tani këtë gjë. Juve që keni po zbuloni ose do zbuloni një tradhti, të kryer në nga tjetri kundrejt jush, shpëtoni më në fund, domethënë ju hapen syt, kuptoni se ku jeni, ka shumë gjasa që një martesë të mbarojë për shkak të një tradhtie, të një gabimi të tillë. Pastaj në karrierën tuaj nëse keni abuzuar, të thuash me postin që ju është dhënë
mund të pushojeni nga puna, por që nëse sido që të jetë zbuloni gjëra gjatë datës 11, cilat ju ndihmojnë të ecni përpara. Çfarëdo gjë që të ndodhi, sado e vështirë të jetë, është në favorin tuaj, por që dhe ju keni mundësi që të lëvizni vendit dhe të zbuloni gjëra, të merrni vesh situata nuk do flisja për investime, nuk besoj se investimet favorizohen këtu, por sido që të jetë, ju jepet mundësia të hiqni qafe atë çka nuk ju shërben më, nuk ju duhet më. Dhe të mund të vazhdoni përpara me gjëra të reja. Sido që të jetë çfarëdo ëndre mund të jetë duke ushuar, besomuni, keni për tu shpërblyer me një ëndër të re që do jetë edhe më realizueshme akoma dhe nuk do prisni fundja dhe vite të tëra për ta parë realitet. Kështu që mos çani kokë. Për sa i përket pastaj periudhës 15 me 28, këtu marrin hov çështje që kanë lidhje me jashtëtetit, do merrni lajmet se ju jepet okay për të lëvizur jashtë, një investim që pritet nga jashtë, një suport nga jashtë duket se është i realizueshëm, është i mundshëm, çështje ligjore gjyqësore ecin shumë mirë, lajmet që merrni janë pozitive, studimet ju ecin shumë mirë gjithashtu, mund të merrni lajmin e mirë se keni dalë mirë në një provim të rëndësishëm. Tjetër, po, çfarëdo gjë ka lidhje me seminare, me kurse, me punë intelektuale në vija të përgjithshme duket se favorizohet dhe çdo gjë ecën mirë gjatë kësaj periudhe për sa i përket komunikimit në lidhje dhe kontratave dhe shkresave dhe çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje merkuriane dhe që lidhen me banesën e nëntë, ju favorizojnë nga data 15 deri në datën 28. Nga data 17 deri në datën 20, afërdita tani nga shenja e demit jep prioritet marrëdhënieve ose mirë thash marrëdhënieve të rëndësishme, është banesa juaj e 7, do ndihmoj të korrigjojnë ato marrëdhënie të cilat kanë pas probleme, do gjendet përsëri rruga e komunikimit, do arrini të lidhni marrëveshje të rëndësishme me persona të cilët nuk do ju tradhtojnë, nuk do ju zhgënjejnë më dhe lidhjet që nisin tani, pikërisht tani në këtë periudhë 17 me 20 do të kenë kozgjatje. Do të kenë me të vërtet kozgjatje, do të ja vlejnë vërtet. Dhe ju që keni pas probleme do gjeni, thash, zgjidhjen. Për sa i përket pastaj periudhës 24 me 30, pra fundit të muajit, këtu punoni me veten tuaj, kuptoni se toksiciteti buron nga vetë ju, paziguria nga vetë ju, se si ju shikojnë të tjerët nuk do jetë më problem për ju, bëni paqe me veten dhe kjo do jetë fitoria më e madhe e muajit për ju, besomuni. Për sa i përket pastaj dhjetëditësit të tretë të shenjës tuaj, nesër data 8, keni mundësi, nuk e di për çfarë do flisni për një farë investimi diku, dikush do thotë ai të investojmë ose do ju lind ideja për të shfrytëzuar një pronë që mund të keni, një objekt që mund të keni, mos ju komunikoj që dikush po ju lë diçka, pra një akt durimi, një akt trashëgimie shumë e rëndësishme për ju, një kredi mund t'ju lind ideja ta merrni për të zgjidhur një çështje të caktuar ose dikush mund të dalë garant për të investuar mbi ju dhe për të arritur ju një qëllim tuaj në përsëri me natyrë ekonomiko-financiare. Fati në përgjithësi ju do për sa i përket investimeve. Nesër data 8 ose për biseda që lidhen në lidhje me investime të rëndësishme, ose mund të lidhet një kontratë në bazë të tillë, por që do jetë mirë, nuk do jetë për keq, e kam fjalën. Për sa i përket pastaj gjithmonë ama me kujdes gjëra ato, e kemi thënë lexojeni mirë, nuk nxitoheni, e me radhë dhe me radhë. Intuita juaj është shumë e rëndësishme, dëgjojeni me shumë vëmendje atë dhe çdo gjë vjen okay, por në plan psikologjik do thosha jepet mundësi shumë e mirë nesër data të shpëtoni nga çfarëdo gjë ka qenë toksike brenda vetes tuaj, e sëmur, fiksim e gjëra të tilla. Për sa i përket tani datës 11, tham vlen e njëjta gjë që thash dhe për dhjetëditësin e dytë të shenjës tuaj, kjo hëna e plot në shenjën e binjakëve ndikon më tepër për ju që keni lindur nga data 11 deri në datën e shumta 13 nëntor. Ju ndihmon të mbylli çështjet së kaluar që nuk ecën siç duhej, një ndër që nuk bë realitet s'ka gjë, nuk na prish punë, le të mbaroj, do vi diçka tjetër më e rëndësishme, më e bukur, më e vlefshme, nuk investojmë gjatë kësaj date, kujdes nuk zihemi, nuk kapemi me pror, lëvizim me punët tona dhe sigurisht që themi ato çka kemi për të thënë, nëse mendojmë se na kanë rënë më qaf, po, e komunikoni dhe kërkoni të drejtën tuaj, ka mundësi që ta gjeni atë. Për sa i përket datës, do të thënë deri nga data 14 me këto gjëra që u thash, për sa i përket datës 15 tani, këtu është një aspekt i vështirë, midis Marsit edhe Uranit, sjell rufe në qiell të hapur, do thosha. Dhe ndikon më tepër në marrëdhëniet tuaja në çift dhe në çfarëdo gjë ka të bëjë me karrierën. Domethënë këtu kujdes, nuk ju leverdis të keni përplasje me pror, nuk ju leverdis të keni përplasje me burrin, gruan, bëni kujdes me
çështje bashkëpunimesh të rëndësishme, nuk nxitoni me makinën, nuk në përgjithësi nuk përfshini në debate, nuk nxitoni dhe jeni të përmbajtur, sepse mund të vuaj karriera juaj dhe marrëdhëniet tuaja shumë të rëndësishme. Kaq. Mund të ketë një ndarje që këtu ose një pushim nga puna këtu që krisje marrëdhëniesh në përgjithësi që nuk kanë më rikuperim besomëni. Për sa i përket ose mund të dalin çështje për një mjenjë arsye me ligjin, me rendin e shtetit që do ju marri kohë pathet i zgjidhni. Sido që të jetë, muaji mbyllet shumë bukur për ju, me një aspekt shumë të bukur midis Merkurit edhe përsëri Uranit. Këtu vijnë lajme të bukura, jepen zgjidhje problemesh. Nëse problemi nuk do të jetë aq i madh i krijuar ty në datën 15, ka mundësi që të zgjidhet në datën 26, ka mundësi, nuk tash që zgjidhet nëse nuk ka mundësi, ekziston një farë mundësie, megjithatë, sido që të jetë, çështje që kanë lidhje me jashtëtetit, që kanë lidhje me zgjerim të një kolektivi ose të një bashkëpunimi ose të një bashkëpunimi të marrë një formë më ligjore, më konkrete, më serioze, atëherë ka mundësi të ndodhi aty nga data 26. Udhëtimet të largëta favorizohen edhe me partneren pse jo, dhe në përgjithësi marrëdhëniet tuaja ato çka kishin pas probleme duket se zgjidhen. Tani një dashuri dhe mund të lindjë aty nga fundi i muajit me një person të huaj që vjen nga jashtë. Ose që është ndodhur jashtë, por që të shohim se si do realizohet kjo gjë. Po që po, vlen edhe kjo gjë, duhet thënë, dhe për çështje që kanë lidhje me shëndetin, gjeni zgjidhje më në fund. Tani për financat, çfarë t'u them, ju thash. Nuk është moment për të investuar, bëjmë kujdes, sepse mund ta pësojmë pastaj. Nuk jemi çik me kujdes brenda këtij muaji, që ta kuptoni tamam. Kështu pra dhe për shenjën tuaj dhe vazhdojmë me shenjën e shigjetarit. Vazhdojmë pra me shenjën e shigjetarit. Këto data janë pak a shumë të njëjta për të gjithë, domethënë deri nga data 20 do kujdes çfarëdo lloj lëvizje, çfarëdo lloj mundësie ose çfarëdo gjë që ne po mundohemi ta arrijmë. Ku do të bëni tani juve kujdes deri në datën të paktën 20, sikurse thash, kujdes maksimal më shumë për sa i përket investimeve, dashurisë. Investimeve dhe në para dhe në dashuri dhe në punën tuaj, po dhe në kontrata të rëndësishme. Domethënë çka ka të bëjë me punën dhe kontratat. Një lëvizje që doni ta bëni në punë dhe nuk po e arrini dot, një ndryshim që doni ta bëni në vendin e punës dhe prap nuk po e bëni dot. Një marrëveshje që doni ta realizoni ose komunikimi midis kolegëve, prap nuk po ecën ashtu sikurse ju dëshironi. Në dashuri bëni kujdes se po mingatëroni gjëra dhe po bëni lëmshë me këmbët tuaja. Për sa i përket një ëndre, një objektive që keni, doni ta realizoni, por prap e shikoni që nuk po dini se si. Domethënë duket që deri aty nga data 20 jeni në përpjekje sipër për t'i realizuar këto gjëra, por nuk po ju ecën ashtu siç duhet. Plus me fëmijët tuaj nuk e di se çfarë zbuloni që ju shqetëson, domethënë ju vë pak në shqetësim. Kjo pjesë sidomos nëse ata i keni afër adoleshencës, do thosha. Por që po, bëni kujdes me dashuri, bëni kujdes me investime deri në datën të paktën 20. Data 17 i këtij muaji, Marsi do kalojë në shenjën e Bigjëreshës. Nuk mund të them që është pozicionimi më i mirë i tij, për ju sidomos. Nuk mund të them që ju ndihmon aq sa duhet, nuk krijon aspekte të vështira, negative, me thënë të drejtën. Megjithatë, prap në lidhje me karrierën tuaj do keni çështje për të diskutuar, do të jeni në mundim sipër për t'i arritur qëllimit. Do e arrini qëllimin në fund për të gjë e sigurt, por që do e keni të vështirë, do të thënë me shumë peripecira, me paterica, le të thuash, do ecni. Për sa i përket deri në datën 19 tham bëni kujdesëm me ato çështje që ju thash. Data 19 do dhe më shumë kujdes akoma në lidhje me investime, me punën krijuese, mos bigjozit. Kujdes, ju që jeni në bigjoz, do keni probleme të mëdha, t'ua them që tani, dhe humbje të mëdha. Për sa i përket datës 22 është një datë që vjen mirë në vija të përgjithshme, sidomos për sa i përket
karrierës, këtu mund të arrihet diçka, nëse do të jeni mjaftueshëm të vëmendshëm për ta kapur mundësinë që ju ofrohet, këtu mund të investoni në diçka, këtu mund të arrihet diçka e bukur dhe për sa i përket karrierës, dhe për sa i përket investimeve, dhe për sa i përket dashurisë, jetës në vija të përgjithshme, të jetoni diçka të vërtet të fortë, të bukur, po pa e tepruar dhe në çështje në lidhje me fëmijët tuaj keni mundësi të arrini një objektiv të realizohet këtu në datën 22. Data 24 është një datë që përsëri favorizon ëm çështje që lidhje kanë me investimet, domethënë, përsëri domethënë favorizojnë për sa i përket investimeve këtu, gjithmonë me kujdes, nuk e teproni, duket, domethënë do ju duket qartë se ku duhet të veproni, ku duhet të hidheni, ku duhet të investoni, mund të jetë prona që zotëroni, nëse jeni në real estate do të keni goxha mundësi të mira për të fituar dhe përfituar përmes kësaj gjëje. Kështu që mundoni ta shfrytëzoni datën 24. Nëse keni dëshirë të ishni qafe dhe vese, data 24 favorizohet goxha se ju tregon ku është problemi dhe ju ndihmon ta pranoni atë dhe ta shëroni veten fundja. Data 28 është gjithashtu e bukur dhe e favorshme për sa i përket çfarë do gjë ka lidhje me komunikimin, me kontrata, ku mund të përfitoni ju në çështje me jashtë shtetit, me kontrata të rëndësishme, me të marrit një okay në lidhje me një dokument për të lëvizur jashtë, me një bashkëpunim që mund ta lidhni me jashtë, me çështje studimore shumë të rëndësishme, me një seminar, me një trajnim, me një kurs që po e realizoni tani profesionalisht, duket se arrini rezultate të kënaqshme edhe ju. Dhe përveç kësaj çështje ligjore gjyqësore duket se zgjidhen në favorin tuaj, ose të paktën lajmet që merrni ju gëzojnë pa mas dhe kështu mbyllet muaji për ju bukur. Për sa i përket juve të dhjetëdhjetit të dytë, çfarë të them? Hëna e plot në shenjën e binjakëve. Sigurisht ndikon më tepër tek ju që keni lindur në fund të dhjetëdhjetit të dytë, duhet ta themi këtë gjë, dhe fillim të dhjetëdhjetit të tretë. Kështu që 7 nga data 7 shumë, nga data 8, 9, 10, ju të datës 8, 9, 10 më tepër, dhjetor, do shikoni që ju jepet mundësia çfarëdo gjë që ka lidhje me një nuk e di, domethënë çështje sigurisht marrëdhënie në çift të rëndësishme, por edhe me çështje ligjore, gjyqësore, domethënë nëse ishit në një ngërç, le të themi, ligjor, gjyqësor, për një partnership të dështuar dhe po kërkoni të drejtën tuaj, në mënyrë ligjore, duket se e gjeni, mbyllet domethënë aty çështja dhe fitoni, përfitoni. Domethënë çfarëdo gjë ka të bëjë me marrëdhëniet, me çështje ligjore gjyqësore, me kontrata të rëndësishme që nuk u respektuan, nuk u zbatuan, atëherë këtu mbyllen një herë mirë edhe shpëtoni më në fund. Por ishin qafe edhe persona të cilët nuk ecët mirë me ta, për sa i përket marrëdhënieve në çift, edhe ndryshon gjithë filozofia e jetës tuaj, domethënë do të ndiheni të çliruar më në fund, pas datës 11. Deri në datën 15 ama, sido që të jetë, bëni kujdes, sidomos për sa i përket dashurisë, ndjenjat janë shumë të thella, keni tendencë për të tradhtuar ose për tu tradhtuar, kujdes me investimet, nuk e di se sa duhet të investoni gjatë kësaj periudhe, bëni çdo gjë me kujdes. Do thënë jo shumë intensive, duke ruajtur një farë duke u kujdesur më saktë të mos gaboni, si do thua, po sido që jetë po. Okej, edhe mund të investoni ose mund të diskutoni rreth ku duhet të investoj, mund të bëni biseda shumë të thella aty data 15-28, mund të kërkoni ndihmën e një eksperti nëse keni nevojë për ta ndihmuar veten nëse vuani psikologjikisht nga ankthi, nga stresi, nuk e di se çfarë gjëra të tilla, keni mundësi domethënë të ecni mirë gjatë datës 15-28 me çështje të tilla. 17 me 20 pasaj të muajit, afërdita në shenjën e demit, këtu çështje pune, shëndeti dalin në sipërfaqe, do të detyroheni, do të trysnoheni të kujdeseni më shumë për veten tuaj, të ndryshoni mënyrën se si ushqeni, mënyrën se sa flini, sa orë flini, si punoni, do duhet të krijoni një regjim të ri, që ju vijnë më përshtat nevojave dhe kërkesave tuaja. Jeni të lodhur dhe keni nevojë për pushim dhe kjo është vetëm një gjë e sigurt dhe afërdita ju ndihmon. Gjithashtu shtohen të ardhurat nga puna juaj, aty nga data 17 me 20. 24 me 30 mbyllet dhe muaj, këtu bëni punë shumë të thellë me veten tuaj, psikologjikisht gjeni arsyet pse jeni të pamotivuar, jeni të ngecur, jeni të bllokuar, dhe gjatë kësaj periudhe shumë prej jush dhe shumë gjasa të drejtojnë një psikologu ose pse jo një astrologu si puna ime për të kuptuar motivet e thella të bllokesës tuaj, ose çfarë kujdo që ka, domethënë,
akses mbi psiqikën, por edhe gjëra më tej se aq, për t'ju ofruar një farë ndihme atje ku keni nevojë për ndihmë. Por që dhe misteret do t'ju joshin çik më tepër aty nga fundi i muajit. Nëse zbuloni gjëra për veten tuaj që nuk e dinit që ekzistonin, dhe kjo është vetëm një gjë e sigurt. Për sa i përket ditës së tretë tani të shenjës tuaj, nesër data 8, për sa i përket marrëdhënieve tuaja, një vendim shumë të rëndësishëm keni për ta marrë, fjalë që do të dëgjoni do jenë shumë nuk e di, suportuese, favorizuese, mund të vendosni për një fejes, për një bashkëjetesë, pse jo, mund ta të doni ta çoni më tej, domethënë, një marrëdhënie që e keni në çift, po dhe një bashkëpunim duket se ecën shumë mirë, domethënë, për sa i përket çështjeve ose kontratave me natyrë ligjore, notariale, ecin mirë nesër data 8, por edhe mund të vendosni për, sikur se thash, një fejes, një bashkëjetesë, një gjë të tillë, që përsëri do i dali shumë mirë. Ose një bashkëpunim, pse jo, një marrëveshje të rëndësishme të bukur që do ju ecë mirë në kohë. Për sa i përket pastaj datës 11, ju që keni lindur në datat 12, 11, 12, 13, domethënë më tepër jeni të ndikuar nga kjo hënë e plot në shenjën e binjakëve, sikur se thash blen të njëjta gjëra që thash edhe për ju të dhjetëdiçit të fundit, të dhjetëdiçit të dytë, çështje që kanë lidhje me jashtëtetit, me çështje ligjore, gjyqësore, në bashkëpunime që nuk ecën, që ju po kërkoni të drejtën tuaj duket se ecin shumë mirë, domethënë zgjidhen në favorin tuaj, një marrëdhënie në çift që nuk eci mbyllet këtu dhe ju shpëtoni më në fund, domethënë ka të bëjë me shpëtova. Shpëtova nga çfarëdo gjë nuk eci, nuk funksionoi ashtu sikurse duhej të funksiononte, sido që të jetë çfarëdo gjë që mbaron, ecën me premtimin se do gjejmë diçka më mirë, më tutje, këtë gjë mbajeni mend. Data 15 është një datë e cila edhe kjo do kujdesin e vet, sidomos për sa i përket çështjeve që kanë lidhje me punën tuaj, mos i, do të thënë, kujdes super optimizmin, mund të ketë bllokesa ose mund të ketë shtyrje afatesh ose mund të mos respektohen afatet e punës tuaj, sidomos kur jeni në arsim një herë, do shikoni do ketë shtyrje afatesh ose nuk e di çfarë mund të ndodhi, çfarë do dëgjojmë, çfarë lajmesh mund të marrim, por që nuk do jenë fort të këndshme, do vinë më tepër si një shok, si një çfarë ndodhi tani, pse ndodhi. Në lidhje me arsimin kemi për të dëgjuar gjëra këtu. Kam përshtypjen, të shohim. Megjithatë, çfarëdo gjë ka të bëjë me fëmijët, çfarëdo gjë ka të bëjë me vlerat, parimet, situata, gjëra të tilla vijnë papritur, godasin papritur dhe do kujdes. Edhe ju nuk keni pse nxitoni të merrni vendime të rëndësishme lidhje me punën tuaj gjithsesi, me shëndetin tuaj bëni kujdes, vëmendjen nga shëndeti ju lutem shumë, që mos të dalin gjëra të papritura që pastaj thoni po si ndodhi. Ndodhi sepse jeni të pakujdesshëm dhe keni tepruar me punën dhe tani sigurisht që do vuani dhe pasojat. Nga fundi i muajit pastaj, nga data 20 e në vazhdim, 20, jo tamam 20, le të themi nga data 25 hajde dhe në vazhdim, gjërat duket se ecin për mirë dhe sidomos juve të 5 ditëve të fundit, duket se për çështje që kanë lidhje me investime, por dhe me punën tuaj, do të merrni lajme të këndshme ose do të ketë surpriza të këndshme. Ecën një bashkëpunim i rëndësishëm, shitet diçka e rëndësishme për ju, arrini një farë të merrni domethënë një farë kredie, paratë të prapambetura nga puna juaj duket se i merrni dhe në përgjithësi domethënë gjërat duket se ecin mirë, po dhe në çështje dhe në lidhje me shëndetin tuaj duket se gjeni zgjidhje të këndshme. Kështu pra dhe ju, shenjës së shigjetarit. Dhe kalojmë tek shenja e bricjapit. Tani ju të shenjës së bricjapit deri nga data 19 edhe ju, po, kujdes me çështje që kanë lidhje me punën krijuese një herë pikë së pari dhe me ekonomi dhe financa. Nuk mund të them që favorizoheni në ekonomi dhe në financa, dhe në qoftë se mendonit se puna juaj duhet të shpërblej sepse vut krijimtarinë dhe u lodhët dhe jo, nuk do shpërblet për aq sa jepni, keni parasysh këtë gjë, por dhe në qoftë se keni ndërmend të nuk e di, domethënë të kërkoni ndihmën e dikujt për të organizuar një event, them se çmeni do dalë mi kripur nga çe mendonit, domethënë bëjni mirë e sapet në kokën tuaj. Tani për sa i përket bashkëpunimeve të rëndësishme dhe çfarëdo gjë ka të bëjë me bashkëjetesa, çfarëdo gjë ka të bëjë me një marrëveshje, shitje blerje, aksit blerje të një banese apo të një qiramarrje,
qiradhënie, gjëra të tilla, bëni kujdes. Deri në datën 19 mund të krijohen keq kuptime ose mund të mos shkojnë gjërat ashtu sikurse ju i prisnit apo i dëshironit, do ketë bllokesa dhe vonesa në realizimin e dëshirave tuaja, sidomos për sa i përket një bashkëjetese apo financave apo vlerësimit të punës tuaj në vija të përgjithshme. Kujdes me fëmijët gjithashtu. Nuk e di nëse do mund të zbuloni diçka lidhje me fëmijët tuaj që s'ka për t'ju pëlqyer. Do vini në diskutim dhe vlerat tuaja, i Rita si Rita ka fajin unë apo se ka fajin unë, nejse. Kujdes me këto gjëra dhe me njohjet e reja gjithashtu. Tani, për sa i përket datës 17, Marsi kalon në shenjën e Virgjëreshës, nuk është keq për ju, mirë është, ju ndihmon që të çoni përpara çështje që kanë lidhje me studime, me çështje ligjore, me jashtë shtetit, çfarë doni të realizoni, udhëtime që doni t'i bëni, zhvillimin tuaj intelektual, profesional, ju ndihmon kjo gjë, sigurisht që vjen me trysni, por që sido që jetë gjëra të arritshme janë. Do gjëra që mund të arrijeni dhe me punën tuaj gjithashtu ndihmojnë që të zgjeroheni, të zhvilloheni, të ecni më mirë, të provoni gjëra të reja, të keni guximin të provoni gjëra të reja. Tani përsa i përket datës 20, dielli në shenjën e Gafores, ekuinoksfere, dhe çon dielli më fort se kur, e keni përballë jush, do ndriçojnë ato marrëdhëniet tuaja për treguar ndoshta edhe çfarë ka që nuk shkon midis tyre, por dhe do të ketë shumë prej jush që do vendosni për një se jo martesë gjatë kësaj faze, ose ka ardhur momenti të ndryshoni statusin tuaj në përgjithësi dhe imazhi juaj publik mund të, nuk do them që do çfarë të thuash tani, do shkëlqej sepse mos harrojmë çka kemi aty tek shenja e dashit, por që sido që pavarësisht pengesave le të themi, ju prap do arrini objektivin tuaj. Data 22 ju ndihmon shumë në çështje që kanë lidhje me jashtë shtetit, me bashkëpunime që kanë lidhje me jashtë shtetit, me një shpërngulje që doni ta bëni diku jashtë shtetit, me një blerje banese diku jashtë shtetit përsëri, domethënë gjetjen e një banese jashtë shtetit që e mundson dhe qëndrimin tuaj aty, të një bashkëjetese, është e mundur të realizohet kjo gjë, edhe pse ka ato pengesat e veta, prap arrin të realizohet, por duhet të kuptoni që ka përgjegjësi kjo gjë. Do thënë, nuk mund ta merrni lehtë, se do zhgënjeheni pastaj. Për sa i përket datës 23, pra data 23, 25 janë data të cilat nuk mund të them që favorizojnë shumë, sidomos shpërnguljet që doni të bëni ju, gjetjen e një banese, lidhje së një kontrate, qiramarrje, qiradhënie, bashkëpunime në vija të përgjithshme, marrëdhënie tuaja të rëndësishme, çështje familjare nuk ecin shumë mirë këtu, do kujdes, ka përplasje, ka keq kuptime, i menduam gjëra ndryshe po na dalin ndryshe, nuk nxitoheni për të marrë vendime të rëndësishme. Data 24 është një datë shumë e bukur për sa i përket marrëdhënieve tuaja në total në përgjithësi. Fati ju ndihmon për të ecur përpara në lidhje me to. Një kontratë shumë e rëndësishme mund të lindi, një bashkëpunim shumë i rëndësishëm mund të lindi në datën 24, ose mund të merrni një vendim shumë të rëndësishëm me një person, me një marrëdhënie të rëndësishme të jetës tuaj. Për sa i përket datës 25, kemi hënën e re në shenjën e Gafores, nuk më pëlqen mua personalisht si hënë e re, mund të kenë dëgjuar shumë gjëra lart e poshtë, nuk e di çka kanë dëgjuar çashtën, por që ka trysni të madhe. Ka trysni të madhe dhe çfarëdo gjë që nis dhe që ka lidhje sidomos me marrëdhëniet tuaja, sikurse e thash, do kujdes. Lidhet me atë datën 23, po nisni, jeni në hapa, duke hedhur hapa për një blerje të një banese, për një bashkëjetesë, për një marrjes me qira të një banese, por që këtu data 25 duket qartë që në fillim se çfarë realisht po bëhet, ku jemi, dhe kam frikë do merr një farë zhgënjimi këtu, do kuptoni që nuk ishte momenti tamam akoma për të lëvizur. Mos e mund ta shtyni për pak më vonë. Sido që të jetë data 28 vjen bukur, mbyllet lezetshëm të paktën muaj për ju. Këto data janë kështu një po një jo një ndoshta, njëra është mirë, tjetra është sfumuese kështu me radhë, por që nëse data 28 ju jep mundësi të paktën për sa i përket financave të mund të keni diçka të këndshme, të realizueshme. Dhe për sa i përket rrogës tuaj, që diçka e merrni që është e prapambetur, dhe nuk ka dhënë në kohë, dhe për sa i përket investimeve që mund të bëni duke përdorur pagën tuaj, rrogën bazë, dhe që të dalë me fitime më të mëdha më vonë. Tani për sa i përket jetës së të dytë shenjës tuaj, data 11 është data e hënës së plotë në shenjën e binjakëve, për ju ka lidhje me punën tuaj, me shëndetin tuaj, domethënë kushtet të cilat punoni,
marrëdhënie që keni me kolegët tuaj, duket edhe mund të zhgënjeni. Këtu mund të merrni vesh diçka që nuk e dini në lidhje me kolegët tuaj dhe të zhgënjeni në raport me ta. Për sa i përket shëndetit duhet të bëni kujdes, duket se e keni lënë pas dore, do dalin tani ato ë problemet që keni, por që janë të zgjidhshme sido që të jetë. Pra, mbyllet situata që kanë lidhje me punën tuaj dhe me çfarëdo gjë ka qenë prapë pambetur dhe si pagesë, po dhe çfarë ka pas probleme brenda ambientit të punës duket se mbaron këtu. Investimet të them që favorizohen, jo akoma do them jo. Mos e bëni këtë gjë. Për sa i përket periudhës 15 me ëm 20, Merkuri në shenjën e Gafores tani këtu, është prirë banesa e 7, favorizon komunikimin, mundësi për bashkëpunime të reja, njohje të reja, një fejes, një bashkëtesë mund të favorizohet, mendojeni, siguroheni, bëhet s'bëhet dhe pse jo vazhdoni përpara. Data 17 me 20 afërdita në shenjën e Demit ju vjen goxha mirë si pozicion, ka lidhje me fëmijët, me dashuritë e reja, me jetën që doni ta shijoni, me punën krijuese, me artin, me sportin, me çfarëdo gjë mund të krijoni gjatë kësaj faze. Prindërimin, pse jo, domethënë keni mundësi të realizoni këto gjëra dhe puna krijuese më në fund shpërblehet këtu. Dhe jo vetëm kjo, po dhe ju shtohet klientela dhe ju shtohet dhe emri, ju shtohet. Shkëlqen emri juaj, si të thuash. Për sa i përket pastaj fundit të muajit 24 me 30, tu mund të jeni zhgënjyer nga persona të rëndësishëm, të cilët mendoni se ishin suport por ju do ju ndihmonin, por ju nuk ju ndihmuan dhe ajo çka vini re është se më mirë të mbështetesh tek ti vet mundësitë e tua sesa tek premtimet dhe fjalët e mëdha që nuk mbahen. Kështu që nëse ju ndihmon për diçka fundi muajit është pikërisht të kuptoni këtë gjë, të keni besim tek vetja dhe vetëm tek vetja për të arritur qëllimet tuaja që në fund keni për t'ia dalë dhe keni për t'ia arritur. Thënë e drejta. Për sa i përket jetësit të tretë tani të shenjës tuaj, nesër data 8 keni mundësi shumë të mira për të arritur një objektiv që ka lidhje me punën tuaj, me kushtet cilat punoni, për të nisur një palestër, për të nisur një dietë që do zgjasë në kohë, do ketë, domethënë, ëm do gjej terren dhe nuk do e filloni, siç do e filloni do e lini për gjysmë, po që çështje pune favorizojnë më tepër, përditshmërie, rutinë, vendosni një rutinë të re. E keni mundësinë ta bëni këtë gjë dhe pse jo, edhe mund t'ju bëhet një propozim i ri pune, një ofertë e re pune që s'mund t'i thoni jo. Për sa i përket datës 11, edhe ju si dhjetëdiçi i dytë, edhe ju të lindurit në fillim të dhjetëdiçit të tretë të shenjës tuaj, data 11, 12 e shumta 13, janar, keni mundësi për sa i përket çështjeve që kanë lidhje me punën, para të prapambetura nga puna juaj, investime që doni t'i bëni apo keqkuptime që keni pas me kolegët tuaj, duket se zgjidhen, marrin fund, mbarojnë këtu. Çështje shëndetësore gjithashtu zgjidhen më së miri, kështu që mirë ju ecën kjo hëna e plot në shenjën e binjakëve për të zgjidhur çështje dhe për të përfunduar çështje të tilla. Data 15 është një datë e cila do kujdes në investime, do kujdes në dashuri në vija të përgjithshme, mund të gaboni, mund të gaboni, po sigur do gaboni, ndryshe do i prisni gjëra dhe ndryshe do ju dalin. Kujdes mos të jeni duke gabuar sepse do të thënë mos të jeni duke u gabuar për sa i përket njohjeve të reja, dashurive të reja, mund ta keni super idealizuar një person dhe t'ju dali pastaj toksik, t'ju dali problematik, edhe hajde të shpëtoni më, kështu që bëni kujdes ju lutem shumë edhe me këtë pjesë. Për sa i përket investimeve, ju thash, sidomos për sa i përket punës krijuese dhe sipërmarrjeve të lira ose bizneseve të vogla dhe këtu bëni kujdes, nuk është tamam momenti për të investuar sepse jo mundet, por përsëri ka mundësi të dilni me humbje të mëdha. Mos u përfshini në skandale ju lutem shumë. Dhe në lidhje me fëmijët tuaj mund të zbuloni diçka që nuk ka për të pëlqyer as pak. Për sa i përket pastaj datës fundit të muajit, nuk ka më datës, fundit të muajit, do të thënë 15 deri në 17 vlen këto gjëra që u thash, pastaj nga data 20 deri në fund, duket se situata fillon të përmirësohet goxha, ato që ndodhen atyre datës 15 kanë mundësi të korrigjohen, të gjeni zgjidhje, të paktën çështje që kanë lidhje me dashurinë, me marrëdhënie të rëndësishme, me të vazhduarit përpara me një marrëdhënie të caktuar, duket se ju jepet okay për ta bërë këtë gjë, me fëmijët tuaj gjeni një farë kompromisi, bashkëpunime të rëndësishme lindin tani dhe puna krijuese duket se ecën shumë mirë. Në përgjithësi jeta juaj po merr një tjetër lloj trajte,
dhe është e bukur. Është me të vërtetë e bukur. Përfitoni më tepër ju që keni lindur në 5 ditët e fundit të shenjës tuaj. Kështu pra dhe për shenjën e bricjapit, dhe vazhdoj me shenjën e ujorit. E dashur shenja e ujorit deri në datën 19 bëni kujdes me çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me çfarëdo gjë ka të bëjë me bashkëjetesat, se të jeni duke bashkëtuar me prindër dhe motra vëllezër që s'po e gjeni dot gjuhën, çfarëdo gjë ka të bëjë me punën tuaj, me kontrata të rëndësishme dhe me juve vetë. Do thënë nuk po e gjeni veten. Do deri në datën 19 do keni shumë të vështirë ta gjeni veten në punë, në shoqëri, në brenda familjes. Do të thënë duket sikur ka diçka që nuk po ju lë rehat të qetësoheni. Do të thënë dalin probleme, të cilat ju tregojnë se duhet bërë ndryshime dhe për sa i përket kushteve që jetoni brenda familjes tuaj dhe për sa i përket punës tuaj dhe për sa i përket kontratave të rëndësishme që po i prisni në lidhje me punën tuaj dhe që nuk po vinte, sidomos nëse keni ndërmend një shpërngulje diku nga një ambient në një ambient tjetër, nëse po prisni domethënë një ofertë të re, bëni kujdes me këto gjëra domethënë gjatë muajit, nuk është fare momenti për të investuar, financat nuk mund të them se janë on top, domethënë nuk është se është momenti më i mirë për ju për sa i përket financave. Jeni në përpjekje sipër, okay, për të mbijetuar, si të thuash, deri në datën 19. Datën 20 dielli ka lënë në shenjën e gafores. Jeni këtu në banesën e 6, jeni për sa i përket domethënë përditshmërisë, rutinës, për sa i përket aspektit fizik tuaj, shëndetit tuaj, domethënë, po dhe kushteve në cilat punoni, të dyja këto të martuara së bashku, do mundoni të gjeni zgjidhje, do mundoni të bëni përshtatje të cilat ju vinë më mirë ju, nevojave tuaja dhe kërkesave tuaja prej këteje në vazhdim. Dalin dhe probleme që mund të keni me shëndetin, por që është faji juaj që keni arritur deri këtu, gjenden edhe zgjidhje ama. Përsa i përket pastaj datës 22, keni mundësi këtu keni mundësi për të kërkuar të drejtën tuaj përsa i përket punës, domethënë, si të thuash, mund të lidhni kontrata të reja në lidhje me punën tuaj dhe të kërkoni pagë më të lartë, ose nëse ju kanë paratë përpambetura në punën aktuale që bëni, keni mundësi t'i merrni mbrapsht. Nëse keni pas probleme me shëndetin këtu, gjeni zgjidhje shumë të këndshme. Lajmet që merrni, domethënë, në lidhje me punën, investimet, shëndetin janë në favorin tuaj. Data 23 është një datë e cila nuk mund të them që është në më të mirat, kujdes këtu, çfarëdo gjë ju premtohet në lidhje me punën, çfarëdo gjë që vjen në formë një kontrate, të një premtimi, nuk mund ta merrni seriozisht ose nuk vjen ashtu sikurse nuk është tamam ashtu sikurse e prisnit ju që të ishte. Me kolegët tuaj mund të keni përplasje, probleme gjatë kësaj dite, kështu që bëni kujdes, evitoni domethënë përplasjet lektike, keqkuptimet janë aty, qefmbetjet gjithashtu, mund të dëgjoni gjëra që mbase nuk janë të vërteta, ose dhe mund të dalin të vërteta në pa, apo që çdo fjalët janë të kota. Ndodhi ç'a ndodhi, e morët vesh ç'a ishte e vërteta, mbylleni aty edhe kaq. Kujdes skandalet. Mos u përfshini në skandale në datën 23 dhe do pyeçekoni gjithmonë informacionin që ju vjen. Sido që të jetë çfarëdo gjë ka qenë e fshehur, ndriçohet edhe merret vesh. Data 24 tani është një datë që përsëri për ju favorizon çështje që kanë lidhje me punën tuaj. Kështu që shkojini gjërave nga pas dhe mundoni të realizoni atë çka duhet të realizoni. Fundja fati është me ju, nëse doni të dërgoni një CV apo nëse ju bëhet një ofertë, gjendeni në vendin e duhur, në momentin e duhur, personi që kërkonit vjen dhe ju gjen rastësisht, atëherë ja kjo është data, domethënë data 24. Data 25 është data e hënës së re në shenjën e gafores, nuk është mirë për punë, domethënë përsëri këtu bëni kujdes me çfarë do gjë mund të nisni, domethënë duhet të kuptoni që jeni duke nisur gjëra dhe duke u rivlerësuar, ripar, domethënë mos vendosni asnjë gjë të prerë derisa ta keni të qartë tamam se çfarë bëhet. Sido që të jetë data 22, 24 shfrytëzohen, data 28 është një datë përsëri shumë e bukur për sa i përket çështje që kanë lidhje me ju, me bashkëpunime të rëndësishme, me një marrëdhënie të rëndësishme në jetën tuaj, mund të vendosni se ka ardhur momenti për një fejes, për të ecur përpara me një lidhje të rëndësishme, një frymëzim që do e keni dhe e komunikoni në personat e duhur, ju del me shumë sukses. Në përgjithësi është një ditë shumë e bukur për sa i përket gjërave të tilla dhe fundja muaj kështu mbyllet. Për sa i përket pastaj diçka të dytë të shenjës tuaj, data 11 kemi këtë hënën e plotë të shenjën e binjakëve, është një hënë favorizuese për ju.
pavarësisht se trekëndësh e krijon në fakt, aspekti i bukur është me Marsin nga shenja e Luanit, por ju jep mundësi veprimi për sa i përket dashurisë, po dhe për sa i përket punës krijuese, dhe bashkëpunimeve të rëndësishme për ta çuar këtë punë krijuese atje ku duhet, cila do ndihmë ju vjen dhe mbyllni çështje të rëndësishme që kanë lidhje me punën krijuese, me marrëdhënie të rëndësishme, me të gjeturit të një partner siç duhet, siç ja vlen, me zgjedhjen e një çështje të një prindërimi, domethënë gjëra të tilla duket se ecin mirë, ju ndihmon kjo hëna e plot të gjeni zgjidhje të tilla. Dhe pse jo, të gjeni dhe kuptimin e vërtet në marrëdhëniet në çift, të kuptoni se cili është modeli që juve ju përshtatet, ai që është më mira për ju, po dhe të jepni pak më tepër pesh jetës tuaj në përgjithësi. Për sa i përket datave 15 me 20, a 28 çai bie të jetë kjo? Po 28, Merkuri nga shenja e Gafores ju ndihmon në çështje që kanë lidhje me punën tuaj përsëri, domethënë juve jeni të lirë të veproni, jeni të lirë të dërgoni CV, të bëni ndryshime në ambientin e punës së doni, komunikoni mirë me kolegët, puna në grup favorizohet, ecën dhe dilni mirë. Për sa i përket datave 17 me 20, afërdita nga shenja e Demit, ndihmon në çështje familjare, banese, nëse doni të blini, të shisni, të lëvizni, të shpërnguleni, domethënë duket se favorizohen në lidhje me këtë pjesë, të zgjidhni çështje në lidhje me të kaluarën dhe me çështje familjare të së kaluarës, duket se edhe këtu favorizoni dhe çfarëdo lloj ngërçi mund të kishte brenda familjes, duket se keni mundësi ta zgjidhni. Ndihmon afërdita, sido që të jetë, ta zgjidhni këtë gjë dhe nuk i dihet mund të vijë dhe ndihmë ekonomiko-financiare në familje apo nga familja kundrejt jush. Për sa i përket pastaj fundit të muajit, mbyllet bukur edhe ky, me çështje karriere më tepër, ato ngërçe që ishin duket se nuk do jenë më, ju të paktën kuptoni se çfarë keni bërë gabim deri tani, korrigjoheni edhe keni mundësi të kapni atë mundësi që gjithmonë keni dashur të keni, po gjithmonë me kujdes, sikurse ju thash, me shumë kujdes. Kuptoni se çfarë gabimesh keni bërë dhe në martesën tuaj, pse jo? Ose çfarë gabimesh janë bërë në përgjithësi në martesën tuaj, si e keni shitur veten tuaj, si e keni shitur imazhin tuaj publik, dhe pavarësisht dhimbjes që shkakton vedia, sepse sigurisht që je i vedishëm, por që ke një farë dhimbje aty, thua pse? Pavarësisht kësaj gjëje, gjërat do ecin mirë prej këtej në vazhdim. Për sa i përket pasaj ditës të tretë të shenjës tuaj, nesër data 8, keni mundësi të dilni të argëtoheni, nesër ditë e diel, si do të kënaqeni me fëmijët tuaj, do merrni goxha kënaqësi nga fëmijët tuaj, shumë mund të merrni lajmin e mirë, do bëheni prindër më në fund. Nëse jeni në proces lindje nesër, nisju sot, nuk do keni probleme, domethënë do ju vi kollaj, domethënë do keni lidhje të lehtë sikurse thuhet. Puna krijuese favorizohet shumë, nëse organizoni një event do eci shumë mirë. Në përgjithësi shijoni jetën nesër. Për sa i përket datës 11 të kësaj hëne të plot, ju thash ju jep mundësinë të ishni qafe dhe të mbyllni çështje që kanë lidhje me jetën tuaj në vija të përgjithshme, çfarë nuk jetuat, si duhet të korrigjoni, sa më shumë duhet ta shijoni jetën, cilat janë marrëdhëniet e shëndetshme dhe të cilave duhet të rendni, të ishni qafe ato marrëdhënie të cilat nuk ecin, nuk funksionojnë, në qoftë se jeni në botën e sipërmarrjes, të kuptoni se cilat janë ato lloj bashkëpunimesh që ju shkojnë më tepër, domethënë ju ndihmon kjo hënë e plot të mbyllni ato çka duhet të mbyllni dhe të hapni të nisni domethënë aktivitete të reja me persona të rinj, të cilat premtojnë edhe më tepër. Por që ajo që vlen më tepër është fakti që do të dini, do mësoni si jetohet. Prej këtej në vazhdim, do e doni jetën domethënë. Për sa i përket pastaj datës 15, kjo është një datë e cila do kujdes në lidhje me bashkëpunimet, në lidhje me marrëdhënie të rëndësishme, në lidhje me një bashkëjetesë. Pse? Sepse tronditen. Diçka vjen papritur, një fjalë goje mund të shkaktojë një dëm shumë të madh. Mund të jepet mundësia ta korrigjoni aty nga data 26, sepse sidoqë të jetë dhe në datën 15, dhe në datën 15 që është datë jo e mirë, sikurse ju thash, por sidoqë të ndikojeni ju të lindurit në 5 ditët e fundit të 10 ditësh tuaj, dhe në datën 26 pozitivisht ndikojeni po ju të lindurit në 5 ditët e fundit të 10 ditësh tuaj, dhe ka shumë gjasa që ato situata që krijohen në datën 15 të mund të korrigjohen aty nga data 26, por prap dëmi do jetë bërë, kështu që kujdes të mos krijoni situata ose të evitoni situata që mund të evitohen, por që një shpërngulje mund të dalë për keq, ose një bashkëjetesë mund të ketë një problem gjatë datës 15,
gjëra të cilat mundësisht mund të korrigjohen nëse ulemi diskutojmë siç duhet aty nga data 26 edhe në vazhdim, domethënë keni mundësi të zgjidhni çështje të tilla, por sido që jetë me kujdes. Mund të dalin të papritura pra, datën 15 dhe të korrigjohen aty nga data 26, por prapë se do krijohet situata, kjo është ideja. Se do krijohet situata. Por që sido që të jetë këto kanë lidhje me një bashkëtesë, me një shpërngulje, me një çështje banese, familjare, gjëra të tilla ose me një çështje që mund të lindi brenda familjes tuaj, domethënë një çështje ligjore, pse jo, që mund ta ketë një pjesëtar i familjes tuaj, por që prapë do ketë mundësi të zgjidhet aty nga fundi i muajit. Dhe kalojmë tek shenja e dashur shumë e peshqve, ku e kam? E peshqve, dal ta gjejmë ja ku është. Atëherë për sa i përket shenjës së peshqve tani, sigurisht kujdes deri nga data 19 edhe ju, as i vet fjalë. Nuk është se ju ndikoheni kush e di se sa nga këto lëvizje planetare deri në datën 19 që janë në dash, në gafore me radh. Çështja është që ju më tepër shpëtuat, le të themi, por që duke marrë parasysh se dashi përfaqëson banesën tuaj të dytë që janë vlerat tuaja, që më në fund po i shikoni, sepse sa e keni çvlerësuar veten, në një të kaluar, dhe për sa i përket financave gjithashtu është banesa juaj e dytë, bëni kujdes sepse prapë keni tendencë për të mashtruar, për të gënjur, për të premtuar, për t'ju premtuar, bëni kujdes domethënë deri nga data 19, me çfarëdo lloj gjëje ka të bëjë me çështje që kanë lidhje me dashurinë, kanë lidhje me financat, kanë lidhje me investimet, kanë lidhje me nisjen e një biznesi, të një sipërmarrje, nuk është tamam momenti i duhur. Ju duhet ndihmë, ju duhet mbështetje dhe mos harroni se çfarë pësuat në të kaluarën. Pra mësoni nga e kaluara nëse nuk doni ta pësoni përsëri. Pra për çështje të tilla duhet të ecni me shumë kujdes deri nga data 19. Drita jeshile pak a shumë fillon të çeli aty në datën 21, diell do kaloj në shenjën e gafores, por mos harrojmë përsëri çel ky diell, por që ç'të themi tani, mjergulla vjen përsëri nga Neptuni në shenjën e dashit dhe Saturni e bën dhe më të madhe akoma, kështu që nuk mund të gëzojmë 100% plotësisht. Data 22 është një datë e bukur dhe mund ta shfrytëzoni për sa i përket dashurisë, për sa i përket marrëdhënieve në shkrimet e kontratave të rëndësishme, për sa i përket punës krijuese, për të vënë përpara një çështje biznesi, sipërmarrje jo shumë me investim shumë të madh ama, sido që të jetë, puna juaj sjell fitime për fitime, shtohen të ardhurat domethënë. Këtu mund të shihni një farë mundësie për të shtuar të ardhurat, diçka e papritur vjen, sidomos përveç që luani. Juve që ju pëlqen loja, juve që ju pëlqen bixhozi, si të thuash, çfarëdo gjë mund të quhet bixhoz, çfarëdo gjë mund të quhet lojra fati, duket se favorizoheni aty nga data 22, çështje që kanë lidhje me fëmijët ecin, dhe tash domethënë dhe dashuria mirë ecën, këtu nuk ecën keq, madje mund të thosha këtu mund të keni mundësinë të takoni një person i cili do ju trondisi paksa, por që ka gjasa që edhe të dojë të mund të qëndrojë për shembull në jetën tuaj. Sido që të jetë me kujdes gjërat, me kujdes, por mund të çoni përpara punë krijuese, mund të realizoni objektiva dhe planifikime që keni dhe po fitimet duket se janë, do të vihet re një farë fitimi, përfitimi këtu në datën 22 dhe ekonomiko-financiar. Për sa i përket tani datës 24 është dhe kjo një datë e favorshme për sa i përket punës krijuese më tepër, fëmijëve, jetës për ta shijuar, domethënë mund të dilni, mund të argëtoheni, mund të merrni pjesë në një aktivitet shoqëror, kulturor, të takoni njerëz të rëndësishëm, mund të bëni diçka për imazhin tuaj, por që në vija të përgjithshme dashuria lulëzon këtu, shijoni jetën, fëmijët tuaj, në përgjithësi është një datë e bukur. Për sa i përket datës 28 tani, dhe në përgjithësi muajit se si mbyllet, le të themi që këtu fitime nga puna juaj vijnë, ju shtohen të ardhurat, ndoshta vlerësoheni për atë çka keni punuar, kërkoni të drejtën tuaj dhe më në fund duket se e gjeni atë. Por që mos bëni lëshime. Nëse mendoni se ja vleni, ja vleni. Nëse mendoni se vleni për aq sa po kërkoni, pra puna juaj vlen për aq sa po kërkoni, atëherë ecni dhe vazhdoni dhe vëmendja juaj do të kthehet pak edhe nga shëndeti juaj. Ajo hëna pastaj e re në datën 25 do ndikoj deri sa të vi hëna e plotë e korikut. Nuk mund të them që favorizohen shumë nisma të reja, por ju nuk mund të them që është 100% negative, okay, në rregull, por që prapë sido që të jetë, kuptoni gjatë kësaj hëne të re se çfarë vlere kanë marrëdhëniet për ju, njohjet e reja.
dhe se nuk doni më gjëra sipërfaqësore. Kjo është ajo çka sjell, do zhgënjeheni, pa ta kuptoni kaq sa po ju them, por sido që të jetë, mirë është. Jo të shkeq. Shush, gabim. Hajde këtej. Gol, ç'a ti bëjmë tani? Ashtu. Kemi dhe gola. Po, dhe vazhdoj me 10 ditëshin e dytë të shenjës tuaj. Data 11 është data e hënës së plot në shenjën e binjakëve, ndihmon të ishni qafe çfarëdo gjëje ka lidhje me rutinë të ngjeshur dhe familjare dhe pune. Kuptoni se duhet ruajtur një farë ekuilibri midis punës dhe familjes dhe do e arrini këtë gjë. Do i jepni përparësi shëndetit tuaj, shoqëro Zot më në fund e kuptuat dhe këtë gjë. Dhe po, këto janë ato çka sjell kjo hëna e plot, të paktën si realizim në kokën tuaj se çfarë normalisht duhet të arrihet, çfarë duhet të mbyllet dhe çfarë duhet të korrigjohet. Për sa i përket datës 15 deri në datën 28, Merkuri në shenjën e Gafores, për ju shënon banesën e 6, sikur se tham, është puna, kështu që keni mundësi për çështje pune të lëvizni, të përpiqeni të kapni ato mundësitë që ju takojnë, të paktën për sa i përket kontakteve, komunikimit, premtimeve, kontratave, sikur se thash edhe një herë për përsëris, të cilat mund të realizoni, janë të realizueshme. Këtu vetëm ama mundoni që të përpiqeni, mos e vini poshtë, domethënë, mos u dorëzoni. Përsa i përket datave 17 me 20 afërdita në shenjën e Demit, ju shkon shumë mirë në këtë pozicion, këtu favorizohen shumë kontratat, me thënë të drejtën, çfarëdo gjë ka të bëjë me dashuria, njerëz shumë e ëmbël këtu. Fjalët që thuhen janë të vërteta, premtimet që bën janë të vërteta. Keni mundësi të udhëtoni me partnerin që keni të kënaqeni. Dhe po pse jo, dhe përsa i përket ekonomisë dhe financave, mund të nënshkruani kontrata të rëndësishme që ju ndihmojnë të shtoni të ardhurat tuaja. Ka premisa, domethënë, përsa i përket kësaj gjëje. Përsa i përket fundit të muajit 24 me 30, këtu çështje më tepër që kanë lidhje me botkuptimin tuaj, me zhvillimin tuaj intelektual dhe profesional, duket se marrin më tepër rëndësi, do kuptoni se ku keni gabuar, do kuptoni që keni qenë çik mendje ngushtë dhe duhet të bëheni pak më mendje hapur, pra mos të keni frikë të zgjeroheni, mos të keni frikë të provoni, mos të keni frikë të eksperimentoni me gjëra të reja, dhe kjo jep dhe mundësinë që të sillni diferencën në jetën tuaj, pse jo. Përsa i përket pastaj ditëlindjes të tretë të shenjës tuaj, nesër data 8, ju jep një mundësi shumë të mirë të zgjidhni çështje familjare, të shikoni se çfarë do bëni në lidhje me një pronë që keni, si ta shfrytëzoni atë. Mund të shtoheni në familjen tuaj, mund të merrni lajm që do shtoheni, shtohet me një pjesëtar, familja, ose zgjeroheni si familje, ose do ju lindë dëshira për të blerë një banesë më të madhe, për shembull, ose shtohen fitimet nga një pronë që po e shfrytëzoni, gjëra të tilla me pak fjalë, sido që të jetë në lidhje me familjen tuaj, me banesën, me pronën, merrni lajme të bukura, po dhe nga persona që keni kohë pa dëgjuar prej tyre, duket se do merrni lajme, do gëzoheni domethënë, nga lajmet që do merrni në lidhje me ta. Përsa i përket datës 11, kjo hëna e plot në shenjën e binjakëve, sigurisht ndikon juve që keni lindur nga data 10 deri në datën 12, më tepër, të 10 ditësh të tretë tuajt. Mars, i bie tani që këtu thash vlen njëta gjë dhe për ju, si për 10 ditëshin e dytë, çështje që kanë lidhje me punën dhe familjen, të dyja këto të lidhura së bashku, rutinën, punën, angazhimet, sa e keni lodhur veten, si mund ta përshtasni punën më mirë në kushtet tuaja, shumë prej shumë të vendosni të punoni prej këtej në vazhdim nga shtëpia, në komoditetin e shtëpisë tuaj, por që sigurisht jetë çështje që kanë lidhje me rutinën, shtëpinë, banesën, regjimin tuaj të përditshëm, ushqimor, fizik, duket se ju vën para përgjegjësisë kjo data 11 për të marrë masa dhe për të ndryshuar gjëra, për të sjellë më mirë domethënë këto kushtet, për të përshtatur mirë këto kushte domethënë në nevojat tuaja. Data 15 do kujdes për sa i përket kontratave ose lëvizjeve që doni të bëni në ambientin e punës, komunikimin me kolegë brenda punës, nuk do ecë si puna siç duhet, do keni përplasje të mëdha, mund të ndodhin keq kuptime. Megjithatë, ka mundësi të korrigjohet situata aty nga fundi i muajit,
ku, si do përsëri për çështje të tilla do të gjeni zgjidhje diku tjetër. Domethënë, do kuptoni ndoshta se kishte ardhur momenti mbase nuk duhet të ecit më akoma në atë ambient pune, mbase ndoshta nuk duhet të kushtoni dhe shumë rëndësi fjalëve që të tjerë t'ju thonë, do gjeni mbështetje tek individë të tjerë aty nga fundi i muajit. Puna krijuese me të vërtetë që merr hov shumë të madh aty nga fundi i muajit, sipërmarrjet, bizneset, mund të lindin, do marrin hov. Dhe kontrata të rëndësishme që do lindin dhe këto kanë për t'ju ndihmuar të stabilizoheni, sidomos për sa i përket fushës së artit, të sportit, të çfarëdo lloj gjë ka të bëjë me organizim eventesh, gjëra të tilla domethënë, por edhe pse jo mund të merrni një lajm shumë të mirë se keni ju për shkakun që luani, ju pëlqen sikur se thash lojrat e fatit, mund të keni një fat të mirë aty nga data 26, të keni fitime të tilla, dhe nga fëmijët dhe për fëmijët tuaj nuk e di merrni lajme të mira ose mund të zgjidhni një udhëtim, të shkoni diku me fëmijët tuaj që përsëri del mirë. Domethënë, shijoni jetën. Në fund të muajit, fundi i muajit ju jep mundësinë të shijoni jetën dhe po ndihmon në komunikim në përgjithësi. Kështu që mundohuni të përfitoni. Pra ky është muaji o njerëz të dashur, më vjen shumë keq që nuk e di si u ndërprer, nuk e di se çfarë ndodhi. Uroj që tani çdo gjë të vej okay, dhe të mund ta dëgjoni atë çka keni për të dëgjuar. Për parashikime ama të detajuara bazuar në hartën tuaj, nuk harroni të më kontaktoni në numrin WhatsApp, më shkruani aty 069 640 2290, pra 069 640 2290. Kto nga unë, çfarë t'ju them, presim të çelet drita jeshile, pra, sikur se thash.